disa konflikte tona me cilët na shpeshherë i injorojmë jetën tonë të përditshme. Do pyetje kanë me qenë pak totalisht naive, në mënyrë që me u kuptu ma drejt prej audiencës. Kur po themi psikoterapi trupore, edhe për disa që nuk kanë haber, njëjtë sikur shembull për fizioterapin, çfarë bëjmë? Ngjeshra, masazh. Për psikoterapi trupore fort nuk ata që nuk kanë 2-3 libra të lexuar për çështjen është fjala. Pra kur shohin apo dëgjojnë për psikoterapi trupore është pyetja varride ç'a bëhet aty, ç'a mësoni aty, ç'a ka aty. Psikoterapi trupore çka lidhet kjo me psiqikën e njerit, me trupin, me mekanizme mësu pak fjalën tokzem, po pak më përtej nuk, kështu që për një sy i brendshëm, me u shpjegu pak aty në syve të jashtëm, çka është psikoterapia trupore? Pak e përmeni kalim teorëve për shembull, kur i përmeni çështje të tjera si psikoanalizën, Wilhelm Reichen, do thotë Wilhelm Reichen njihet si nismëtari i psikoterapisë trupore, pastaj pasojnë edhe studentat e tij ose kolegët të cilët kanë bashkëpunuar me ta. Pa Reichen ka qenë ndër ata të cilët ka thonë se okay, na nuk është se domosdoshme që na vetëm mi diskutu disa gjëra, kanjëherë neve na duhet me pasë çka po ndodh në trupin e njeriu, do thotë që ato përjetimet e tij se si po reagon trupi kur na po kemi ankth, kur na po kemi depresion ose një vështirësi ose një disfunksion tjetër në jetën tonë. Pra ka filluar do thotë duke e vëzhguar edhe trupin tonë. Gjë që masandej do thotë ka kalu tek energjia se si po funksionon në trupin tonë. Dhe këtë për shembull tash nëse marrim psikoterapia trupore i ka 3 shtylla mbi të cilat ndërton gjithçka tjetër. E para është tokzimin që e përmende, pra ne fillimisht për të arritë me diskutu diçka ose me shpreh diçka e cila neve po na shqetëson, neve fillimisht na duhet trupin ton ta rahatojmë në një farë mënyrë, që trupi jon të jetë i relaksuar ose të jetë i qetë. Zatën e ndoshta e keni vrejtë edhe këtu të na në qendër, do thotë se ne mbajmë kokërshilte, do thotë ku ndoshta dallon prej versioneve tjera ku kryesisht ulem në kolltuçe dhe diskutojmë, pra ideja e kësaj është që ne tokzohemi në një farë mënyre. E dyta është mas tokzimit na të kalojmë tek frymarrja dhe të punojmë pak me frymarrjen të shohim se si po marrim frymë. Dhe pas kësaj do thotë edhe është pjesa tjetër që zakonisht quhet si fluturim në fantazi ose që ka të bëjë më shumë me meditimet, pra. Çto janë 3 bazat mbi të cilat ndërtohet ose kalon çdo sen tjetër që ka të bëjë me psikoterapinë trupore. Tjetra është për shembull përveç atij aspektit që zakonisht paramendohet në një seancë terapeutike ku ulet klienti me terapistin ballë për ballë dhe flasin, në psikoterapinë trupore jo çdo herë ka më qenë një dinamike e tillë, ndodhet që ndonjëherë për shembull me bë lëvizje, ushtrime, të cilat ndoshta duhet më uqu, më ul, elektroenergji brenda një hapësine. Kështu që do të thotë që kjo është e veçantë e psikoterapisë trupore për dallim prej çështjeve tjera që ndoshta e kanë në një version ma klasik, për shembull të cilën vetëm se e njohim. E tash tek psikoterapi trupore edhe tek kjo elementi i fundit që the, fluturimi në hapësirë. Në fantazi. Në fantazi, ndjes. Kushdo që mundet me një këtë farë këtë bazë themel të psikoterapisë trupore, pyetja që ndoshta kishin mujt me bë është a ka lidhje diçka me halucinacione. Mos përpërzini pak me këtë pjesën e aurës, jogës, të mos jesh prezent në vendin ku je, po të shkosh diku tjetër. Prap thash, në fillim kam bërë pyetje të cilat janë naive dhe mundem më duk që s'kam lidhje me këtë pjesë. Po du me qenë shumë e qartë dhe mos me pas hapësinë as një grimc të vogël për keq kuptim se çka bëhet në nokta. Na përmendëm për shembull tokzimin edhe frymarrjen, që i bën që na vetëm po krijojmë një farë qëndërzimi me veten tonë. Dhe tash pika e tretë, fluturimi në fantazi ose që zakonisht ka të bëjë me meditimet, zakonisht ka të bëjë me ato projekcionet tona të brendshme. Pra, nëpërmes meditimit na arrim me xhurmu brenda nesh për shembull mënyrën se si ndihemi, mënyrën se në popullin tonë kanjëherë është një shprehje thonë ku dham dhombi shkon gjuha. Kështu që edhe në këtë aspekt meditim na gjithmonë kemi me shku që aty ku na dham neve, me thonë kushtimisht. Kështu që kjo na ndihmon pak me xhurmu veten më shumë perspektivat tona, dimensionet tona, ndoshta edhe disa konflikte tona me të cilët na shpeshherë i injorojmë jetën tonë të përditshme. Pra, gjithmonë kur
qëndërzohemi, kthehemi tek vetja, edhe nëpërmes kësaj atëherë në farë mënyre arrim me kuptu shumë ma lehtë për veten tonë se sa nëse tentojmë veç në proces kognitiv, do të thotë duke i përdor operacionet njohëse me të cilat shpesh na ndoshta edhe ignorojmë diçka ose largojmë diçka ose nuk e themi ose nuk e prekim atë çështjen e duhur që ndoshta edhe kemi ardhur në terapi. Gjithmonë thuhet ajo që mundet me harru vetia trupi nuk e harron. Trupi e thot, trupi nuk e fsheh.